Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, mirëmbrëma. Po takohemi sërish në emisionin Mjekësia dhe ti. E dim se gjatë gjithë muajit tetor i kemi kushtuar muajit që është muaji roz, që njëkohësisht nifet në shëndetësinë kosovare, po edhe me gjarë. Muaji tetor përkatësisht muaji roz në këtë rast ka për qëllim sensibilizimin, vëdësimin e grave, nënave, motrave tona në lidhje me përkujdesjen e tyre, e sidomos në luftën kundër kancerit të gjirit. Ju kemi premtuar dhe kemi vazhduar gjatë gjithë muajit duke ftuar mysafirë të cilët kanë për qëllim të bëjnë trajtimin e temave në lidhje me vëdësimin, trajtimin, monitorimin dhe po ashtu luftën kundër kancerit të gjirit. Dhe si çdo javë më parë dhe këtë javë kemi zgjedhur një pjesë nga pjesa e trajtimit të kancerit të gjirit, përkatësisht trajtimi kirurgjikal, ku me qenë se kemi pas edhe më herët mysafirën e nderuar, mysafirën në lidhje me kancerin e gjirit, këtë radhë kemi zgjedhur të diskutojmë trajtimi kancerit të gjirit në kirurgjinë torakale. Pra me ne sërish i ftuar Bedri Osmani, specialist i kirurgjisë torakale dhe kryetar i shoqatës së kirurgëve torakal të Kosovës. Mirësevjen, doktor Bedri. Sërish në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për pranimin e kërkesës që çdo herë je i gatshëm. Është kënaqësi të bashkëpunojmë me juve, sidomos kur kemi të bëjmë me tema që janë shumë të ndjeshme për edukimin shëndetësor të popullatës tonë. Faleminderit shumë. Doktor Bedri, disa fjalë në lidhje me kancerin e gjirit, me qenë se është diskutuar edhe sidomos gjatë këtij muaji është bërë në kuadër kampanjave që kanë organizuar qoftë Ministria e Shëndetësisë dhe sektorët e caktuara në kuadër të trajtimit shëndetësor. Mirë po, ajo çka juve ju takon më së shumti është ajo mënyra e se si diagnostikohet një grua me kancer të gjirit. Po, sa e përket kancerit dhe mënyra trajtimit gjithsesi. Desha të them vetëm disa fjalë se dihet domthonë tërheq tash për këtë sëmundje, është një sëmundje e cila atakon gjirin. Kur folet për kancerin e gjirit gjithmonë mendohet vetëm për femra, po kemi edhe raste të rrallë që atakojnë edhe meshkujt, kështu që kanceri i gjirit është një sëmundje që i takon të dy gjinit, po është më shprehur te gratë. Morë për bazë statistikat botërore që ekzistojnë, në 8 gra ose 9 gra brenda jetës së vet ka rrezik ose mund të sëmurët nga kanceri i gjive, kurse në këto gra të sëmura, në 100 gra të sëmura mund të jetë edhe mashkull. Kështu që edhe mashkullit nuk janë të privuar ose nuk janë të larguar nga kjo sëmundshmëri. Sa përket kancerit të gjirit, dihet domosdoshmë se është një sëmundje e cila e takon gjinjet, dhe varësisht prej vend lokalizimit të tij ose vendi që atakohet, atëherë kemi edhe kancere të ndryshme të gjirit. Dy janë kryesorët, tumorët të cilët ose kanceret që të atakojnë kanalet e qushtit, që quhen kancerat, që quhen tumorët ose kanceret invaziv duktal, edhe tumorët që e atakojnë indin gjendror, që quhen kanceri lobular i gjirit. Kur po flasmi për moshat që atakohen më së shumti, incidenca, si qëndron puna tek kanceri i gjirit? Po, kanceri i gjirit dihet botërisht se i takon më së shumti moshat më të shtyra, gjithsesi mi moshën 50 vjet, po kohëve të fundit ndoshta mund të themi se për shkak të skriningut që është bërë, gjithsesi vëdësimit të popullatës, ndoshta shumica e grave, bazuar në statistikat edhe në punën tonë të përditshme, atëherë mosha mesatare atakuar ndoshta është dikon mi moshën 40 ose 45 vjeçare. Me një sëmundshmëri sidomos tek gratë të cilat kanë aftësime të mëdha për të sëmurë nga sëmundje, si aftësime për të mëdha për të sëmurë, na i përcaktojmë grup moshën ose gratë të cilat kanë rrezikshmëri ose janë të rrezikuar bazuar në faktorët e brendshëm dhe faktorët e jashtëm, të cilat janë faktorët favorizues që e shkaktojnë këtë sëmundje. Prej faktorëve të brendshëm domosdoshmë dihet që faktorët e brendshëm janë faktorë gjenetik, ku pacientët kanë rrezik që të sëmuren nëse dikush prej familjes tyre, qoftë nana, tezja, halla, gjyshja tyre janë të sëmurë, ose i kanë predispozit gjenetike, gjithsesi kanë ndryshime gjenetike, se tash kohëve të fundit dihet që dy janë prej gjeneve të cilat janë dominante ose mund të jenë si faktor favorizues për paraqitjen e kësaj sëmundje, BRCA nishi ose BRCA dyshi, kurse sa i përket faktorëve të jashtëm janë faktorë të cilët varet prej ambientit të jashtëm, domthonë faktorët
ambienti punës, dihet botërisht se rrezet jonizuese, pacientët që ekspozohen më shumë ndaj faktorëve të cilët dihen që janë faktorë favorizues, atëherë smundshmëria e tyre është më e lartë. Kur po flasim për moshën dhe incidencën në këtë rast, doktor Bedre, a jemi ne paralel në atë aspektin e vedisimit, po edhe me pjesën tjetër, me rajonin, me vendet tjera? Kur flasim për incidencën, a kemi të njëjtën incidencë sikur se na këtu edhe vendet tjera, apo dallojmë sa i përket? Unë besoj që po, se vlen fakti të përmendet se na gjatë këtij muaji kemi qenë edhe në trajnime të ndryshme, qoftë këtu brenda seminare, simpoziume, qoftë edhe në një event që ka qenë të montazh së fundi në Maqedoninë e Veriut, edhe aty kemi pas pjesëmarrëse edhe nga Shqipëria, edhe nga vendet tjera ballkanike, edhe bazuar në të dhënat që i jepshin ata dhe bazuar në numrin e popullatës, aty dikun jemi edhe ne, domthonë nuk jemi as sa i përket vonesës në trajtim, as sa i përket trajtimit të përgjithshëm nuk jemi, bile mund të themi me krenari se jemi edhe më përpara tyne, fal futjes së metodave screeningut, si dhe trajtimit të hershëm të kancerit të gjirit. Këto kampanjet që organizohen për Ministrisë të Shëndetësisë në këtë rast, qarkullimës e lëvizja mamografit në komunat e Kosovës, sa i ka ndihmu juve në lidhje me zbulimin e hershëm? Kjo me thonë të drejtë ka ndihmu shumë, për arsye se ky screening quhet një metodë, është një metodë e cila bëhet tek gratë të cilat janë të rrezikuara ose nuk janë të rrezikuara, por bëhet pothuajse të gjitha gratë, me arsyetimin që sëmundja në sa më herë që zbulohet, sidomos në fazën e parë pothuajse shërimi është 100%, por edhe faza e dytë dhe faza e dytë është pothuajse mjekimi është shumë i qëndrueshëm edhe shumë i suksesshëm. Falë kësajna, domthonë neve na ka mundësu si kirurg që të futim metodat të cilat edhe më herët e kemi ditë, por kohëve të fundit janë futur në procedurë, me arsyetimin që madhësia e tumorit të jetë shumë e vogël se 2 cm ose 1.5 cm, edhe në këtë rast domthonë lejohet edhe protokolarisht, se na trajtimin e kancerit të gjirit e bëjnë në formë protokolare, edhe protokolin e lejon që në këto raste të bëhet edhe hjekja e vetëm një pjesë të gjirit, do mund të mos hjeket gjirin tërësi, por edhe trajtimi post-kirurgjik të jetë shumë më i lehtë. A shfrytëzohen protokollet e njëjta sikurse në vendet tjera? Pothuajse po, ne kemi çdo vit kemi trajnime që mbojnë pothuajse në të gjitha vendet e botës. A ka raste kur modifikohen këto për shkak të specificitetit në barit ose që përdoret ose trajtimit? Po, do shta me thonë që na në shumicën e rasteve të dhonat i marrën përmes guideline-eve më të reja që janë të përditësuara për gjitha vendet të botës, si potencuar më herët, por kemi raste kur edhe shkojmë në vizitat e herpaseshme në vendat ose në qendrat e ndryshme jashtë vendit, edhe besoj që nëse është një sëmundje për të cilën duhet të krenohet mjekësia kosovare, atëherë është trajtimi kirurgjik i kancerit të gjirit, kohëve të fundit edhe fal screeningut që bëhet nga mjekët e lëmive tjera, për arsye se trajtimi i kancerit të gjirit dihet që është multidisciplinar, por mund të themi pa më dyshje që trajtimi i kancerit të gjirit është në nivel shumë të kënaqshëm krahasuar me vende tjera. Doktor Bedre, para se dalmi tek mënyra e trajtimit që bëhet tek ne, a duhet këtë frikë një grua në momentin që vren diçka të dyshimt në madhësinë ose ndryshimin e formës së gjirit? Po, prej shenjave të para, jam lënë të ceket se domthonë është prekja një mase të fortë, rrjedhja ose sekrecioni nga gjiri, edhe ndryshimi i pamjes jashtë me gjirin, gjithsesi në këtë rast kemi këtë rrjeqje të thimbthit të gjirit brenda, ose kemi rrugdhje të lëkurës. Këto janë ndoshta 3 shenjat e para, të cilat e shtin gruan të vinë në kontroll, me arsyetimin që mos ka diçka të keqe në gjit, domthonë që kjo është frika e parë. Por që diskutuam, fal edhe screeningut, i cili ka filluar të zbatohet kohëve të fundit, unë e inkurajoj të gjitha gratë, sidomos ato që kanë faktorë të rrezikut që i përmendëm më herët, që mi moshën 20 vjeçare, pse mos ta bëjnë të paktën një ekografi njën vetë ose njën 3 vjetë, edhe pse nuk kanë domosdoshmë ndryshime gji, edhe pse po vetëm dihet për faktorët të rrezikut,
por edhe në raste të cilat nuk kanë faktorë të rrezikut, po i kanë vetëm frikën kështu subjektive tyre, atëherë ja vlen edhe mi moshën 30 vjeçare të paktën të vinë një ehosonografi mrena vitit ose mrena 3 vitesh ta bëjnë, deri në moshën 40 vjeçare, por dihet se në moshën 40 vjeçare vetëm fillon ajo mosha e rrezikshmërisë e lartë, në këto raste unë i ftoj të gjitha gratë që të paktën njerë në vjet ta bëjnë një ehografi, edhe njerë në vjet ose njerë në 3 vjet ta bëjnë një mamografi. Mi moshën 40 vjeçare, kur dihet se kjo është mosha kur fillon risku më i lartë i atakimit me këtë sëmundje. Flasmi tash diçka për trajtimin, doktor Bedrim, tek kanceri i gjirit, me metodën ose mënyrën që aplikoni në qendrën klinike universitare. Tu i falendëru edhe formën screeningut, edhe edukimit shëndetësor të popullatës tonë, mund të themi se ka filluar që të vinë pacientët me një shkollë ose me një gradë më të ulët të smundshmërisë të kancerit të gjirit. Gjithsesi dihet se kanceri i gjirit i ka 4 grupe ose 4 shkollë. Shkolla e parë, shkolla e dytë, domthonë kohët të fundit ka filluar të rritet numri i pacientëve të cilat janë të atakuar me këto dy shkollë, shkollës së parë dhe shkollës së dytë, çka i bën që te shkolla e parë pothuajse kanceri është in situ, domthonë zbulohet kur është hala në llozhën e vet, edhe në këto raste domthonë edhe neve si kirurg na mundson që të kemi qasje më pak invazive, gjithsesi në këto raste hiqet vetëm ajo pjesa e cila është e smur, me kufi të qartë, diku 1 centimetër me kufi të qartë, që në terminologjinë mjekësore njihet si lumpektomi, ose në raste pak më ekstreme kur tumori është deri 1 centimetër ose 1 centimetër e gjys, bëhet kuadrantektomi, edhe domthonë hiqet vetëm 1/4 e gjirit, edhe këto dy metoda domthonë janë shumë metoda që janë të përshtatshme edhe për kirurgun, se dihet kanë më pak pasojë në të ardhmen, por edhe për pacientin. Ja vlen të theksohet se me rritjen e pacientëve në këto 2 shkollë, atëherë ka lind nevoja, për çka edhe domthonë në kohëve të fundit, pothuajse që një vit e gjys, e kemi marrë një donacion me një aparaturë të re që njihet si Sentinel metodë, edhe ajo shërben për detektimin e nodeve limfatike aksilare. Këto node limfatike aksilare janë node limfatike, domthonë të cilat përmes këtij aparati ose përmes kësaj forme neve na lejon të shohim a kemi ose detektimin e nodeve limfatike të cilat janë të prekura ose jo me kancer të gjirit në këto faza. Në shumicën e rasteve, domthonë sidomos kohëve të fundit bazuar në statistikat, që një vit e diçka që kemi filluar me këtë metodë, një vit e gjysmë, atëherë dikun 58 raste janë raste të cilat kanë shpëtuar, të themi, nga hiqja komplet gjirit ose mastektomia totale, edhe është aplikuar domthonë metoda mastektomie kursyese, edhe kursyese në gjip, po kursyese edhe në gjondrat limfatike në sjetull, me çka na i ofrojmë një jetë më të kvalitetshme edhe gruas pas këtyre intervenimeve, në arshyetimin që mundësitë e komplikimit, sidomos ajtja e dorës, edhe pasojat tjera shtrëngimi i dorës, dhimbja e dorës, në rastet komplikimet post intervenimit, domthonë janë pothuajse minimale, pothuajse janë edhe inekzistente në këto raste kur aplikohen. Por duhet të shpjegoj për auditorin edhe për shikuesit tonë se kjo metodë nuk mund të aplikohet në të gjitha rastet. Sidomos të rastet e treta ose rastet e katërta, kur së pari lipet një tretman ose që në mjekësi njihet si kimioterapi neoadjuvante, kur për shkak të masisë të tumorit, me lokalizimit tina, pacienti së pari detyrohet të shkojë tek onkologu, të marrë trajtimin onkologjik tani të vitina. Në këto raste nuk mund të aplikojmë këtë metodë, edhe të rastet kur kemi me një tumor lokalisht të anvasuar, i cili domthonë lyp një tretman pak më ndryshe, edhe është për dallim prej shkollës së parë dhe të dytë. Për dallim prej shkollës së parë dhe të dytë. Atëherë të nderuar shikues, shkëputemi me një blok marketingu për të kthyer sërish në studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra.
duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektsisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emona Center. Vaj ulliri 5.89, miell 25 kg 13.99, qumsh 1 litër 0.89 cent, djathi bar 800 gram 5.95, shmand 180 gram 0.25 cent, mish i bluar 400 gram 1.79, pomfrit 2.5 kg 3.79, mish pule 2 kg 7.29, Oreo vanila 176 gram 0.99 cent, çokolat me qumsht 100 gram 1.19, hikirek 110 gram 0.59 cent, çaj Frosti Peach 1.5 litër 0.75 cent, lëng djafa 1.5 litër 0.85 cent, detergjent rrobash 1.5 litër 2.99, zbutës rrobash 1.4 litër 3.49, letër toaleti 750 gram 1.89. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. U kthym sërish në studio me përmendjen ose përkujtimin e sponsorëve tonë të cilët na shoqërojnë gjatë gjithë emisionit. HomeLab Plus është laboratori në shërbim të qytetarëve nga viti 2019, i themeluar me 2 pika përkatësisht në lagjën Top Han dhe në Ulpion, me një gamë të madhe të analizave në nga biokimia, hematologjia, mikrobiologjia, virologjia e tjerë. Po ashtu një bashkëpunim i qëndrueshëm është që jep akoma më shumë cilësi kësaj pune në laboratorin HomeLab Plus, është bashkëpunimi me laboratore të tjera në rajon siç janë Turqia, Shqipëria, Maqedonia, Shqipëria, Greqia. Cilësia e tyre thirret ose qëllimi i tyre është në profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Si sponsor i dytë është Emona Center, rrjeti i supermarketeve në Kosovë, i cili është dekoruar 3 herë radhazi për çmime. Po ashtu si moto e kësaj kompanie është që në raftet e tyre nuk gjenden pije alkoolike. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare, të cilën e bën krenar po ashtu edhe certifikimin nga Bashkia Islame për produkte halal. Cima Construction, një kompani ndërtimore themeluar në vitin 2019, e cila me një staf profesional arrin t'ju ofrojë rahati me ndërtimet e saj. Si sponsor i fundit është Syla Group, e cila bën projektimin, ndërtimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha banesave kudo që ka në pronësi. Kthehemi sërish me doktorin në studio. Pas blokut të marketingut, të nderuar shikues, u kthyem sërish me doktorin në studio. Doktor Bedre, tek kanceri i gjirit kemi parasysh që mund të kemi edhe dallime prej vitit në vit sa i përket sëmundshmërisë. A mund të themi se kemi dallime në aspektin pozitiv apo negativ? Bazuar të dhënat që i posedojmë, domthonë përpos screeningu që thashtë në kanë ndihmu me diagnostifikimin me kohë, edhe masia tumorit e vogël edhe trajtimi më minimal invaziv, për ndryshe incidenca pothuajse është aty. Këto e bazojmë në të dhënat që i kemi edhe i posedojmë. Vetëm vitin e kaluar dikun janë 270 raste mastektomi, domthonë që është me hjekje të gjirit edhe me trajtim pak më
radikal që themi ne, kurse kohëve të fundit sidomos gjatë këtij viti kemi dikun 230 raste që janë trajtuar me kancer gjirit, po për këtyre 230 rasteve mund të themi që dikun 1/4 e tyre ose 58 raste që përmenëm më herët kanë fillu vetëm të trajtuar me metoda më të reja edhe më minimal invazive, qoftë me heqjen e vetëm një pjesë lumpektomi, qoftë me heqjen e kvadrantektomit së gjirit, gjithsesi ruajtjes së gjirit në përgjithësi. Që kjo domthonë na ka ndihmuar shumë për trajtimin më minimal invaziv dhe më të mirë qoftë për pacientin, qoftë edhe për neve si mjek. Derisa po flasmi për mënyrën e rritjes ose të rënies së numrit, në këtë rast, kjo ose mundësohet në farforme me ardhjen në pah të risive në trajtimin e kancerit të gjirit. A mund të themi se kemi risi në trajtimin e kancerit të gjirit? Po, si që po të nëzova dhe me herë, do mund që kjo aplikimi i soj metode Sentinel, për neve mjekve ka qenë metode cila ka qenë e mirë se ardhur, po mëse shumë të për pacientët, për arsye se komplikimet gjatë trajtimit edhe pas trajtimit me këtë metodë janë minimale. Qoftë ato duke filluar prej problemeve që ndodhin pas hiqjes komplet gjirit, qoftë pas hiqjes komplet të gjondrave limfatike në setull, atëherë këto përmes aplikimit të kësaj metode ne bëjmë edhe kursimin e gjirit, edhe kursimin e nodeve limfatike në setull, e cila është shumë e favorshme për jetën më të tjeshme të një gruaje. Kur dje se gjiri domosdoshmë është një organ, pothuajse është shumë i sa i përket pamjes ose dukjes të jashtme është shumë i rëndësishëm për gruan. Kështu që fillimi i aplikimeve këtyre metodave të reja, edhe aplikimi qoftë edhe këtyre imazherikëve, se përmenda deri tash domosdoshmë aplikimi i rezonancës magnetike, qoftë edhe aplikimi i Sentinel metodës na mundson që edhe të detektohet më herët, po detektimi i mëhershëm neve na ofron komoditet në trajtim, me arsyetimin që kryet me trajtimi i kancerit gjirit kryet sikur gjithku në botë, me metoda minimal kirurgjike, edhe në raste të veçanta domosdoshmë kohëve të fundit kemi filluar edhe vendosjen e implanteve gjive, e cila është shumë e nevojshme ndoshta për një grua, sidomos për këto raste që i përmendëm, atakimi në fazën e parë dhe fazën e dytë, për ndryshe atakimi ose prezenca e një tumori me masisë të madhe edhe futja e gruas në një fazën e tretë ose fazën e katërt të kancerit të gjirit, atëherë na e pamundson ndoshta trajtimin me këto minimal invazive të kirurgjisë edhe trajtimin me vendosjen e implantit në këto raste. Tek implantet, doktor Bedrem, është e mjaftueshme sasia e implanteve përballë një kërkese që mund të ketë nga pacientët? Po, kjo më varet se ndoshta këtu apo është pjesë që i takon kohëve të fundit kemi diskutime multidisciplinare, sidomos edhe me lëmi tjera që punojnë në kirurgji, por mund të themi se vendosja imediate ose vendosja me njëhershme e implantit të gjirit mund të bëhet edhe nga një si kirurg torakal, por vendosja e më vonshme e implantit bëhet nga ona e mjekëve të specializimeve tjera, e cila bëhet pas trajtimit kirurgjik, pas trajtimit onkologjik, edhe në fazat e më vonshme domosdoshmë mas një kohe, po këto raste domosdoshmë janë raste të cilat janë tek pacientët të cilat janë të atakuar në fazat e vonshme të trajtimit të kancerit të gjirit. Me qenë se ju edhe kryetari i shoqatës së kirurgëve torakal të Kosovës, që përmendëm në fillim të emisionit, gjatë muajit të kaluam duket se ka pas një organizim diçka në lidhje me në kuadër të kolegjit. Në lidhje me trajtimin e kancerit të gjirit. Në kuadër të kolegjit kirurgëve është edhe komiteti për sëmundjet e gjirit, për sëmundjet e gjirit veçanti, edhe aty kemi pas një simpozium me cila muajt ka fundi shtatorit, ka qenë një sesion i veçantë vetëm për risit në trajtimin e kancerit të gjirit, ku ka marrë pjesë domosdoshmë mjekë të ndryshëm nga vendet e ndryshme të botës, dhe mund të themi edhe një herë pa modesti e them që trajtimi i kancerit të gjirit, sidomos me futjen e këtyre metodave të reja, është pothuajse në nivel botënor. Kur gjë më tepër domosdoshmë një pacient nuk merr në trajtimin kirurgjik, qoftë onkologjik, qoftë në
godër e trajtimit multidisciplinar, kur që ma tepër nuk mundet të merë në një vend tjetër jashtë Kosovës, vetëm mund të fitojnë ndoshta me kohë, se na bazuar në të dhënat që na i treguan edhe kolegët tonë, pritshmëria në vendet e tyre ndoshta është më e gjatë se në vendet tona. Ka raste si mas statistika e tyre gjithmonë, që ka raste kur deri në 2 ose 3 muaj pritet për trajtim një kancer gjirit, që për të na kjo nuk ekziston. Ka raste të veçanta kur pacienti maksimum ndoshta dikun 1 muaj det, po 2 deri në 3 javë është ajo koha e pritshmërisë në vendin tonë, e cila unë besoj që në rastet e veçanta është edhe kohë e cila shfrytëzohet për përgatitje me analizat e nevojshme, sidomos realizimi i procedurave protokollare për trajtim të kancerit gjirit, protokolleve të vjetra që është ehoja e abdomenit, rentgeni mushnive, sintigrafia e ishtrave, ose kohëve të fundit aplikimi i metodave all body resonance që quhet ose rezonanca magnetike të tërë trupit. Atëherë këto përgatitje do mund pothuajse i merr çdo 2-3 javë që janë të nevojshme për futjen në procedurë të më të tjeshme të trajtimit të kancerit gjirit. Doktor Petri, me qenë se misionit toni vjen shumë shpejt koha këto në bashkëbisedim këtë rast, e cila është një këshill e cila ka të bëjë në lidhje me muajin tetor, muajin roz që kemi përcjell gjatë gjithë muajit. Këshilla kryesore kish me qenë që të marrin fuqinë gratë, edhe nëse s'kan shenja, edhe nëse s'kan simptome, edhe nëse s'kan ndonjë ankesë, të shkojnë te mjeku adekuat, në këtë rast klinicisti, ta bëni një vizitë kontrolluese, ta bëni ehografi, ta bëni një vizitë te kirurgu torakal që të detektohet edhe nëse ka ndaj rrezik për incidencë ose për sunshmëri, edhe nëse shfaqet të detektohet në fazat e hershme, trajtimi është shumë më i lehtë, shumë më pak invaziv, shumë më pak agresiv, edhe nga ana e kirurgut, edhe nga ana e pacientit, edhe pothuajse njëjta ai slogani, zbulimi i hershëm shpëton jetë, pothuajse zbulimin, sidomos në fazën e parë, shërimi është 100%, po edhe në fazën e dytë, tu i falëndëruar metodave të reja, pothuajse shërimi është shumë i këndshëm dhe i kënaqshëm. Atëherë duke uruar dhe shpresuar që vitin e ardhshëm të paktën në emisionet ose kampanje që organizohen të kemë raste më pak se sa vitin që po lëm pas, ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat në këtë kohë 30 minutë që prafërsisht sa diskutuam, dhe jemi falendërues çdo herë për kohën që gjeni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kaq ishte për emisionin e sotëm të Mjekësia dhe Te në Radio Televizion Iliria. Deri në emisionin e radhës, shikim të këndshëm.